الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Sarë që të ngushtohet jeta kësaj bote, sarë që të duken të rënda obligimet fetare, ndalu edhe mendo për begatitë e Allahut ndaj teje. Ndalu edhe medito thellë rreth realitetit të ekzistimit të jetën e kësaj bote. Ndalu edhe mendo mënyrën se si të ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, etapë pas etape, nivel pas niveli. Thot Allahu subhanahu wa taala, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kur tregon Allahu subhanahu wa taala për ato etapat, nivelet në për të cilat ka kaluar krijimi njerëzor, pastaj Allahu subhanahu wa taala e bëri atë alaqa, pra një pikë gjaku, fa khalaqa fa sawwa, pastaj në mënyrë graduale e krijoi atë dhe e bëri njeriu të përsosur. Po tregon Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet se si krijimi i njeriut kalon etapë pas etape, nivel pas niveli. Tregon për fuqinë madhështore të mahnitshme të Allahut subhanahu wa taala. Për një pikë fare, pastaj një droçkë gjaku, pastaj gradualisht shndrohet dhe krijohet në një krijesë mahnitse që është njeriu. Me shqisa, me kuptim, me mendje, me zemër. Andaj, nga kjo përfitojmë se përderisa Allahu subhanahu wa taala është kujdesur për ty, duke qenë ti në mitrën e nënës tënde, dhe nuk të kalon pa përkujdesje edhe në atë gjendje. Mirë po është kujdes për ty dhe të ka kriju etapë pas etape, në mënyrë graduale, atëherë padyshim kjo na bën të kuptojmë se nuk ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala t'i lej krijesat e veta të bredhin kot në jetën e kësaj bote dhe të mos dërgoj të këta profet, të mos zbres libra me anë të cilave ai i udhëzon drejt rrugës së drejtë. Pra nëse njeriu i logjikshëm ndalet edhe mendon për gjendjen e tij se si ka qenë, një pikë fare, e pastaj një pikë gjaku, e pastaj gradualisht e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala derisa ka marrë formën e tij përfundimtare, pra njeri me të gjitha shqisat. Këtë kjo na jep të kuptojmë se Allahu subhanahu wa taala ka fuqi që edhe një herë ta kthej atë njeri në jetë. Kjo është argument për ringjalljen, është argument për mesazhin e Allahu subhanahu wa taala, është argument për ekzistimin e krijuesit, është argument për tauhidin e tij, është argument për cilësitë e tij të përsosura. Po ashtu ky krijim gradual i njeriut tregon për fuqinë e plot përsosur të Allahu subhanahu wa taala. Tregon për urtësinë dhe dijen e tij të përsosur, tregon për sundimin dhe pushtetin e tij të përsosur. Tregon se Allahu subhanahu wa taala është sunduesi i vërtet, është sunduesi më i lartë, i cili nuk krijon kot dhe nuk i lën krijesat të bredhin kot pa ndonjë mision në jetën e kësaj bote. Gjitha këto na japin të kuptojmë se mbrapa çdo ngjarje është Allahu subhanahu wa taala, është krijuesi madhështor. Allahu subhanahu wa taala nuk i ka krijuar krijesat kot pa ndonjë qëllim, pa ndonjë mision. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala na ka sjellë në jetën e kësaj bote që ne të nënshtrohemi atij dhe të adhurojmë atë. Allahu në një ajet tjetër thotë: "E fa hasibtum annama khalaqnakum abatha." A mos menduat se ne ju kemi krijuar kot? Ndërsa në surën Qiyame thot Allahu: "A yahsabu al-insanu an yutraka suda." A mos mendon njeriu se do të mbetet ashtu të bredhet kot në jetën e kësaj bote? Pra të mos marrë përgjegjësi për veprat e veta? Padyshim që jo. Këtë e refuzon urtësia e Allahu subhanahu wa taala, dija e Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi kotësia është ignoranca e njeriu të lidhur me këtë urtësi, sepse na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Kotësia është kur ai nuk merr mësim nga këshillat e Allahut, kur ai ik prej të qenurit i nënshtruar ndaj Allahu subhanahu wa taala, kur ai nuk ndalet të meditoj rreth krijimit të tij, mirë po shikimin e tij lidhur me misionin që e ka në këtë botë, arsyen sepse ekziston, e fokuson vetëm në anën materiale, në anën fizike. Dhe kështu e humb jetën e vet, e humb ahiretin e vet dhe jeton kot. Wallahu al-musta'an, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.